Nga ajo që po mendoja në lidhje me inovacionin, edhe më rastis ekuilibri që jam duke punuar tani te biznesi im i radhës, edhe duke menduar inovacionin, por ta lidh pak me njerëzit e tjerë jashtë biznesit, se unë jam kapitalist i çmendur, edhe do jem të paktën nga aspekti i sipërmarrjes, mendova si mundet ta lidhim inovacionin me jetën time të përditshme si njeri ose si sipërmarrës. Edhe kuptova që më ka ndihmuar shumë të jem shumë rehat, të jem shumë i lumtur, edhe bota tani është bërë shumë kaotike, shumë pak lumturi ka, edhe ky është ai produkti që po bëj tani unë. Po që edhe lidhet edhe me këtë flow, që thot psikologjia e lumturisë dhe përvojës optimale që rastisa e gjeta aty. Që ta kuptojmë kontekstin e lumturisë edhe mirëqenies personale të lidhur me inovacionin, edhe aq më tepër me sipërmarrjen, po tregoj kontekstin tim personal. Thash, unë dua të jem gjithmonë sipërmarrës, edhe në Shqipëri është ndonjëherë turp ta thuash këtë, kapitalist, në shumë dimensione që e dëgjoj, por është turp se mbase nuk e kuptojnë tamam kontekstin e sipërmarrjes. Sipërmarrja është të zgjidhësh një problem më mirë se të tjerët, edhe të tjerët janë të gatshëm të paguajnë lek për atë problem. Kjo është sipërmarrja e mirëfillt, edhe unë e adhuroj të zgjidh probleme, kështu që do jem gjithmonë sipërmarrës. Shqipëria ka shumë probleme, më ka bërë shumë sipërmarrës të mirë, por ka një element që sipërmarrësit e mirëfillt dhe në Shqipëri nuk ka ndodhur më përpara shumë, ka nevojë për shumë inovacion. Sepse është ajo që quhet edhe ne e bëjmë në shkollë konkurenca e lirë. Pra në momentin që unë zgjidh një problem me një mënyrë X edhe fitoj lek, fitoj të ardhura me atë mënyrën, të tjerë do më kopjojnë, se është konkurenca e lirë. Kështu që çfarë ndodh me sipërmarrësit që të mundet të ecin përpara gjithmonë edhe mos ngecin, pavarësisht se shumica ngecin, shumica dështojnë, po sipërmarrësit e vërtet të mirëfillt, ata që ecin për gjithkohës, ata inovojnë mënyra të reja, më të mira, më dinamike, më produktive për ta zgjidhur atë problem me një kosto më të ulët ose më mirë se të tjerët. Edhe kështu mbijetojnë gjatë gjithë kohës. Ka forma të ndryshme inovacioni që duhet të ndodhë nga aspekti proceseve, nga aspekti i mbajtjes së ekipit, nga aspekti i një zgjidhje konkrete, nga aspekti uljes së kostove, nga aspekti i rritjes së performancës, domethënë nuk ka një kufi në sipërmarrje që thotë të lutem inovacioni do jetë vetëm kjo. Çfarë do lloj gjëje që dikush të inovojë për të bërë diçka më mirë se të tjerët, është lojë e hapur, pra është si një det ku ti futesh edhe vetëm mendon se si të inovosh, ndryshe vdes. Dhe unë nuk e dija këtë gjë deri së fundmi, por kjo është shumë e lidhur edhe me ne, si njerëz, si individ, në të përditshmen tonë, edhe unë këtu dua ta qas sot. Me qenë se është një mëngjes kreativ. Unë e nisa të bëja një biznes inovator në atë mendim, ishte shitja online me e-commerce-in 2011-ën, thjesht me idenë për të bërë një biznes të madh, me që s'kisha lek. Nuk është e nisa për të inovuar, edhe nuk ishte ndonjë inovacion i madh për Shqipërinë ishte shumë i madh, por nuk ishte ndonjë inovacion i madh, kishte ndodhur në gjithë botën e-commerce. Nisa pa e kuptuar tamam, na duheshe të inovonim edhe me Enën edhe me shumë njerëz tjerë interesant që kanë ecur shumë gjatë atyre viteve, na duheshe të inovonim sepse tregu nuk na kuptonte. Për shembull mbaj mend shumë mirë kur ju qasa në fillim njerëzve për të shitur online, më thoshin mashtron, çfarë do të thotë ky të shes online, edhe ti mashtron, diçka e tillë. Edhe shpika një mënyrë tjetër për t'ju qasur këtyre, thosha, kam një dyqan laprak, a mund ta marr këtë produktin ta shes? Se përmendja online. Dhe në momentin që unë shisja, ata më të pyesin si shet laprak kaq shumë, thosha që shes online.
Edhe aty nisi të kuptoheshe, po me shumë vuajtjeve. Edhe si ky proces, në fakt, kaluam shumë aspekte të ndryshme, nisëm të shesim nëpërmjet Facebookut, që atëherë nuk ishte menduar, tani ndodh gjithmonë nëpërmjet Instagramit edhe TikTokut. Nisëm të fusnim metoda të reja pagese, se basa na duhej, nisëm të fusnim produkte të reja, nisëm të bënim çfarë të mundeshim që të bënim. Edhe një gjë tjetër, nisa të krijuam shoqatën 2020-ën, 2021-shin për të bashkuar tregun, se tregu ishte kaotik edhe kërkonte prapë të përmirësoheshim. Tani kur e krijova pjesën e shoqatës, por nuk e krijova vetëm unë, se janë 29 kompani të tjera, nisa të shikoj pak botën. Dhe ajo që vura re në aspektin global ishte që asnjëri nuk bënte më shumë se ne. Thjesht nuk ishin më të mirë se ne, nuk ishin më të zgjuar se ne, thjesht luanin një lojë tjetër, loja globale. Edhe aty u mërzita shumë në fakt, se përpiqesha shumë, lodhesha shumë, shikoja njerëz si ju të gjithë, që ne lodhemi, përpiqemi, nuk është se dikush në Amerikë lodhet më shumë se ne, apo është më i zgjuar se ne. Por ne kemi ngecur në këtë konturin ton, edhe sa më shumë rim në këtë realitetin ton, sa më pak shikojmë perspektiva të tjera, aq më të mëdha bëhen këto muret tona, edhe ne nuk shohim përtej. Edhe këtë e kuptova kur po ndërtonim Balkan E-Commerce Alliance, është një aleancë e vendeve të Ballkanit Perëndimor, këtyre vendeve si Shqipëria, që janë njësoj të vogla, me mindsetin e vogël, siç është Bosnia, Malizi, Maqedonia, Serbia, Kosova. Dhe vura re një pattern aty që të gjithë njerë në çdo vend që vinim, se vija shumë shpesh, e mendonin veten unik edhe të pa zvendësueshëm me të tjerët. Ke ndonjë password këtu? Fute, s'ka. Pra e quanin të pazvendësueshëm e quanin të pazvendësueshëm veten me të tjerët. Edhe kisha një luftë të madhe, gati një vjeçare diskutimi për të krijuar një aleancë ballkanike të përbashkët. Pse? Do na i vjedhin emrin, kush do na i marr, kush do e kontrolloj, edhe i thosha, ora, a e kuptoni sa të vegjël jemi, sa të parëndësishëm jemi që të mendojmë se kush do na i marr këtë emër, se kuptoj domethënë. Dhe aty nisa të vej re ndikimin e njerëzve, kur i thosha jam nga Balkan E-Commerce Alliance, të njëjtit individ, më jepte vëmendje. Kurse kur i thosha jam nga Shqipëria, okej, thoshte, Shqipëria. Edhe ju thosha këtyre, ore, a e kuptoni që është mirë, vetëm kaq. Ne jemi Balkan E-Commerce Alliance, nuk ka rëndësi kush e kam, merreni ju, drejtoheni kush doj nga juve. Nuk e kuptonin, edhe këtë e shikoja në të gjithë bizneset. Dhe gjatë gjithë kohës që bërim takime me bizneset, janë diku te 500 biznese. Bizneset sa më të vogla të jenë, aq më e madhe ju duket ajo gjëja e tyre dhe aq më riskoze ju duket që t'ja u marrin idenë të tjerët. Sa më të mëdhenj të jenë, aq më shumë share, aq më shumë ndajnë. Gjithë informacionet, çdo detaj që të jetë, sa më i madh të jetë, se e di që nuk është informacioni, është ekzekutimi, ai që e bën gjërat. Të gjithë kemi ide, të gjithë kemi aspirata dhe kjo më bëri që të heq dorë nga roli i CEO-s te kompania që ndërtova në Shqipëri e-commerce, sepse ishte shumë e vogël për mua në atë moment, po më ante për brenda, kjo fakti që kaq e vogël edhe unë përpiqem kaq shumë, edhe kur takoja njerëz që me 10 veta bënin 15 milion euro dhe unë me 50 mezi bëja 3, ishte shumë e lodhshme për mua. Kështu që hoqa dorë, edhe nisa të gjeja një problem tjetër që doja të zgjidhja. Dhe mbas disa muajve ulumtim, gjeta një problem shumë interesant që është vetëm 10% e njerëzve janë të motivuar në punë sot. Edhe sa vjen edhe bie ky motivimi, mbi 50 janë disengaged totalisht, pra nuk e di si është shqip kjo fjala, po të papërfshirë, pra mundësisht edhe sikur të mbajnë. Mbi 50% janë, edhe kjo sa vjen edhe përkeqësohet. Edhe thash ky është problemi që do zgjidhim tani. Nuk e thash vetëm unë, e tha dhe ortaku që kishte disa vite që e ndiqte këtë si problem, edhe ky trend sa vjen edhe rritet. Dhe kam një vit që e ulumtoj këtë problem. Tani unë kam pasur vështirësi shumë të mëdha me biznesin, pa asnjëherë s'kam qenë demotivuar. Domethënë asnjëherë nuk kam vajtur në mendje mos vete në punë të zgjohem me vështirësi, pavarësisht se problemet kanë qenë shumë të mëdha. Edhe thash, pse njerëzit nuk e kanë këtë? Pse njerëzit nuk e kanë gjithë këtë? Dikush vjen në punë, unë tani të punoj për dikë,
më duket si pushime verore, domethënë më duket gjë më chill, më e bukur, më e thjeshtë në botë. Tamam pushime verore. Dhe njerëzit mërziten nga kjo gjëja. Edhe nuk e kuptoja këtë, edhe po u lumtojmë, ky është produkti që po ndërtojmë tani. Dhe ajo që vum re dhe që po përpiqemi të zgjidhim tani është që njerëzit po e humbin kuptimin e tyre personal. Edhe sa më shumë që integrohen në këto rolet e punës, aq më shumë influencohen nga eprori, nga kompania, nga tregu, nga Instagrami, nga TikToku, nga lajmet, nga gjitha gjërat. Dhe duke qenë se po e humbin dhe nuk kanë kohë më të rinë vetë, po ta shikoni në kafe, uluni ndonjëherë, dyshoj që do mund ta bëni, po rini 20 minuta pa telefon, edhe vetëm shikoni rreth e rrotull, nuk rinë më njerëzit vetë. Nuk rinë më vetë të mendojnë, të kuptojnë kush janë, përse janë, çfarë janë. Edhe duke qenë se kjo po ndodh në mënyrë të përsëritur, edhe në mënyrë të vazhduar, njerëzit po detachen edhe po bëjnë mendimet e prorit, ambientin e punës, mendimet e lajmeve si dilemat e tyre. Kjo më erdhi sepse tani ne po ndërtojmë një AI agent që ndihmon njerëzit të performojnë më mirë. Edhe si e menduam neve që ky AI mund të ndihmojë, është që të nisë të kuptoj njërë objektivin, drejtimin që ti po shkon, që nuk është vetëm tasku. Pra nesër do jem në orën 10 te kjo libraria. Jo, kjo është një element, po është i lidhur me big picture-in tënd, me një vizion, me një pse, me një vlerë të tënde. Dhe kur e ke këtë big picture-in edhe këtë psen, bëhet e qartë kjo çfarë po bën sot. Bëhet shumë e lehtë. Ndodh ky flow që thot Mihal Çik Mihail. Edhe pse tani e mora këtë libër e kam studiuar shumë Mihalin. Ndodh ky flow sepse ne jemi fully immersed në atë që po bëjmë. Elementi i dytë që ne do kemi është me kë jemi të lidhur, kush është, edhe ne jemi të ndryshëm si personalitete. Unë jam vetëm në disk personality trait, unë jam D, edhe unë ma kam mendjen të rezultati. Kurse në qoftë se agroni është I, agroni e ka mendjen të njerëzit. Edhe në qoftë se Ena është S, Ena e ka të harmonia mendjen. Edhe në qoftë se dikush është tjetër C, e ka mendjen të procesi. Dhe ne mund të flasim për të njëjtën gjë bashk, siç kemi folur, kam folur me gjithë ekipin, e mos merremi vesh fare. Siç pam me ekipin që unë s'maja mend ato që mend ekipi, se unë kisha mendjen te rezultati. Ekipi kishte mendjen te jeta e veta, nuk e di se ku, te një rezultat tjetër. Te ajo pjesa e tyre. Tani duke e patur këtë layer of information, pra këtë informacion, ne mund të dim të ndërveprojmë, se të njëjtin objektiv kemi, po thjesht unë e përkthej në gjuhën e agronit edhe them që njerëzit do e kuptojnë këtë. Nuk them që ne do arrijmë 100.000 euro xhiro, po them që 10.000 njerëz do e kuptojnë këtë. Ose enës i them që ne do jemi më mirë bashkë duke e bërë këtë. Pra të njëjtin proces, dhe ne merremi vesh me të gjithë më mirë. Dhe aspekti i tretë i produktit është kjo pjesa e zhvillimit personal, si po rritem unë, çfarë po ndodh me mua. Pra, unë kam një vizion, po nuk jam një pemë që ri në vend edhe qëndroj. Unë jam gjithkohës duke evoluar. Sot jam ndryshe si ai lumi, jam tjetër. Çfarë po ndodh me këtë proces? Tani duke e bërë këtë si produkt, unë jam futur te brendësia e njerëzve. Edhe çfarë po ndodh, pavarësisht se ata e kanë bërë më përpara si sipërmarrës që të mbijetoja, tani po e bëj që ta studioj për të tjerët. Edhe bëj dhe coaching session, 2 herë në javë thujse, edhe kjo ndodh me coaching session. Neve nisim bëhemi aware për veten, për originalitetin ton, edhe shikoj gjatë coaching session që njerëzit, influencat e të tjerëve, bëhen dilemat e mia. Për shembull, unë jam risk taker, edhe kështu jam unë, edhe nuk e mendoj kur që kjo është gabim. Po ndërkohë shumica e njerëzve nuk janë të tillë. Dhe kur përballaj me prindrit, me gruan, me njerëzit që nuk janë të tillë, më influencojnë që unë të jem koshën, edhe të jem i kujdesshëm që mos marr risk. Po kjo më frustron. Më frustron sepse mendoj që nuk është e duhura, po kur e kuptoj që kjo është e duhura e imja, dhe të tjerët nuk e shikojnë të tillë, unë jam rehat me veten time. Dhe këtu nis ai konteksti i inovacionit që tani nga inovacioni në biznes, unë po e shikoj që ne kemi nevojë për inovacion në jetën tonë të përditshme.
Dhe ku ekziston pjesa e inovacionit? E para njerë, kjo frika e të dështuarit. Neve nuk mund të kemi frikë të dështojmë, edhe nuk mund të ndodhë inovacion nëse ne kemi frikë të dështojmë. Por po ta shikoni, ne kemi shumë frikë të dështojmë. Edhe nuk ka të bëjë me sipërmarrjen, pra nuk po flasim të marrim riskje, po flasim thjesht të dështojmë, me gjëra të vogla, me aq sa e përballojmë. Ne nuk duhet të kemi frikë. Dështimi është proces. Edhe tani unë e bëj të njëjtën gjë me veten time, pra dal nga biznesi, mënyra se si ushqehem, mënyra se si fle, mënyra se si lexoj, teoritë që shikoj, pra mund të dëgjoj Kuranin, mund të lexoj Kuranin ose Biblën, edhe pse nuk besoj në diçka konkrete, por e jap mundësinë e dështimit. Pra, edhe nëse kjo eksperiencë nuk është e duhura, nuk ka problem. Pjesa tjetër që bëhet pjesë e të përditshmet është kjo pjesa e unikalitetit. Pra, ne jemi kaq unik, edhe unë tani e shikoj në brendësi të produktit, nuk kam gjetur një individ njësoj, pavarësisht se neve i përmbledhim njerëzit, ca i përmbledhin me shenja horoskopi, që është çudi e madhe për mua, po ca të tjerë i përmbledhin me personalitete. Ca të tjerë i përmbledhin me stile komunikimi, ca të tjerë i përmbledhin me skill, ca të tjerë i përmbledhin me role, ca të tjerë i përmbledhin me position. Pra, neve pavarësisht se i përmbledhim njerëzit në dimensione të ndryshme, njerëzit janë unik 100%. Nuk ekziston një njeri i njëjtë. Pra, nëse ne mendojmë se një shinj gishti është unike, edhe jo një individ me x vite eksperiencë nuk është unik, atëherë jemi shumë gabim. Po duke e kuptuar këtë, ne pranojmë ndryshimin dhe nuk luftojmë që t'i bëjmë si ne. Dhe këtu nisën inovacioni, edhe këtu, jo në nisën, po këtu është pjesë e inovacionit, sepse inovacionin në thelb është gjetja një mënyre të re, dhe duke e pranuar këtë varietet që ne kemi, edhe pse ne mund të jemi pak veta, këtu kemi një varietet ekstrem që kombinimi jon mund të bëj pafund zgjidhje të ndryshme aktualisht. Duke e bërë këtë, ne jemi gjatë gjithë kohës duke parë gjëra të reja, pattern të reja, mënyra të reja, qoftë edhe në të përditshmen tonë, qoftë edhe në jetën tonë, në familje, me prindrit edhe me gjithë të tjerët. Dhe e treta, që në Shqipëri ndodh shumë rrallë, edhe ne duhet të nisim ta bëjmë më shumë, këtu nisën edhe feston njerëzit që marrin iniciativa të reja. Pra, edhe pse nuk është në përputhje me ty, edhe pse mundet të jetë mbase ndryshe nga ty, ose mbase të marrë një pjesë të asaj tëndes që mund të kesh në biznes ose në jetë. Ne e festojmë sepse ne pam një deg të re, ka një deg të re që këtu mund të ndodhë një oportunitet i ri dhe më shumë gjëra se ne. Dhe në Shqipëri, kur ka iniciativa të reja, njerëzit kritikojnë shumë lehtë. Nuk e kanë shumë të vështirë të pranojnë se nga që jemi një vend i vogël, kemi shumë krahasimin shumë të lehtë. Edhe na duket sikur ai bëri gjë të re, po ne jo, dhe gjatë gjithë kohës kemi këtë cinizmin e të influencuarit të rejave. Ndërkohë të mëdhenjt neve i servilosemi shumë më shumë, sepse prapë është vend i vogël dhe njihen gjërat. Ndërkohë duhet të jetë e kundërta. Të mëdhenjt duhet të vijnë në kritik, sepse kush tha që ajo mënyra që të gjithë mendojnë se është e duhura të vazhdojë të jetë përgjithmonë, çdo gjë ndryshon. Dhe nuk mund të pretendojmë dot që e njëjta ide zgjidhje e qytetërimit, e politikës, e biznesit, e shkollës të jetë, siç është sot akademia, që vazhdojnë me të njëjtën ide dhe e kanë shumë frikë ta ndryshojnë. Pra ata duhet i vëmë në dyshim dhe jo një të ri që nisën edhe mendon të bëjë siç është 42-shi këtu një ide komplet inovatore për akademinë, komplet të ndryshme. Duke nisur ta bëjmë këtë në të përditshmen tonë dhe ne kemi shumë të nevojshme në Shqipëri, sepse duke qenë shumë e vogël, neve këto të rejat i kemi frikë, na duket sikur na marrin nga ajo rehatia jon. Edhe duke pasur këtë frikën nga e rehatisë tonë, që është shumë problematike, ne e luftojmë edhe ne rrim të vegjël. Ndërkohë ne nuk duhet as të rritemi më shpejt se Europa që të eci mirë, ne duhet të shpikim. Se nuk mundet të rritemi me 5% dhe ta kapim Europën kur jemi të fundit. Nuk mundet të bashkohemi në Bashkimin Evropian dhe ta kapim Europën. Do doj 50 vite. Përse të mos inovojmë diçka që vitin tjetër të pretendojmë ta kapim? Sigurisht që mund të dështojmë, edhe sigurisht që do dështojmë shumicën e kohës, por na mjafton një herë ta gjejmë. Edhe ne e kalojmë Europën në pak kohë. Qofse flasim nga aspekti akademik, aspekti politik ose ekonomik, qofse flasim nga aspekti personal, përse neve duhet të mendojmë që
jemi mirë dhe thjesht duke u zgjuar çik më herët apo duke punuar çik më shumë, ne do bëhemi shumë më mirë. Përse të mos mendojmë që po sikur të ndryshojmë gjithçka. Po sikur të ndryshojmë komplet kontekstin e këndvështrimit që kemi. Dhe nëse ne nisim i eksplorojmë këto me kuriozitet, jo me cinizëm edhe kritik, këtu ndodh magjia. Edhe këtu ndodh ajo gjëja e bukur që kudo ka një mundësi, siç ka mundësi sot, edhe pse un kam shumë punë për të bërë, vendosa që të vi sepse është një gjë që më ndihmon në kreativitetin tim të shprehem. Gjeta Mihalin për ta vazhduar leximin në shtëpi, dhe është pikërisht ajo që po bëj. Ky është libri më i rëndësishëm sot te puna ime që po bëj. Kështu që duke qenë të hapur ndaj këtyre ndryshimeve, duke mos i pasur frikë, ndodh magjia, edhe ndodh ajo që ca besimtarë e quajnë God willing, ca e quajnë horoskopi, ca e quajnë fati, ca e quajnë nuk e di se çfarë e quajnë, po të gjithë i vjen një emër dhe kjo ndodh. Vazhdimisht ka ndodhur sipas këtij 2500 vite para, e do vazhdoj të ndodh dhe ne akoma nuk kemi gjetur më shumë zgjidhje për këtë, pavarësisht se kemi televizorë të tilla, edhe kamera të tilla, edhe shumë gjëra të tjera që Aristoteli si ka pasur. Kështu që në këndvështrimin tim kjo është pjesa e inovacionit për Shqipërinë, në kontekstin e Shqipërisë, duke lidhur me kontekstin tim personal.